Drejtësia që ka plan gjithë ata që janë besimtarë të fesë islame është fjala. Do doja të ndalesh te një pikë shumë interesante që shpesh ndoshta edhe keq kuptojmë. Ne nuk duhet të agjerojmë vetëm të jemi të uritur dhe të etur. Duhet të agjerojmë edhe nga përgojimet, të mos mirëmi me llafe, edhe mendja jonë duhet, po e them në thojza, të agjerojmë nga mendimet e liga, edhe goja jonë nga fjalët e liga, edhe sytë tonë, edhe komplet ne si qenje duhet të menjanojmë veprat të cilat mund të dëmtojnë komplet këtë anën e shejtë të Ramazanit. Gjithsesi, Ramazani ka ardhur për të na pastruar shpirtërisht, edhe pse jo edhe fizikisht, edhe dukjen tonë, për ta rregulluar. Mirë po, ne duhet të përqendrohemi në anën shpirtërore dhe kemi shumë përgëzime nga Muhamedi alayhi salatu vesselam, i cili ka thonë se kush agjeron me pasjon, me besim,